aty është vënë një tabel që Tragjasi është futur të 100 fshatrat. Dhe ne jeni edhe fshat turistik? Pjesë 100 fshatrave. Mbas asaj, ne prisim që të bëjë investim këtu, në Izvor, i themi ne, ose në Lulishte, edhe të bëjë një park ujor, kemi kaq vjetë që e presim, edhe të bëjë dhe një park historik në Tragjasin e vjetër, në kuadrin e 100 fshatrave. Asë një gjë s'ka ndodhur nga këto, asë një lek së shtetur. Pra vetëm thjesht një emër në atë listën me 100 emër? Së shtetur asë një lek. Tani, përfundimisht, ne ballafaqohemi me këtë projekt që vërtet na kujton Lubin. Ne kemi një legjend të Lubis këtu në fshat, që na i kanë transmetuar brez pas brezi, se ka qenë një shesh i kashtë, si themi ne aty, një kënet, edhe diçka u turinte aty, edhe është Lubia na thoshin. Tani, Lubia ka ardhur ai projekti me 300 litra në sekond, që do t'i vendoset këtyre burimeve, gati gjysmën e ujit, s'po i futemi dhe llogarive 100%, gjysmën e ujit duan ta marrin ata dhe ta bëjnë zonë të ndaluar. Shiko çfarë diferencë nga një park ujor, që mund të ishte i dyti në Republikë mbas Drilonit, në një zonë të ndaluar. Unë jetoj në Tiranë, edhe shumë bashkëfshatarë të mi kudo që janë gjithë botën, kur bien miqtë e tyre këtu, ne me këtë burremi, me këto burimet, se dojnë qik zamet që të shkosh në Tragjas vjetër, se do mburresh pastaj dhe me Tragjasin e vjetër, po këtu është dhe më kollaj. Vim tek projekti. Vim tek projekti. Sa doli problemi që unë mora vesh që këtu filluan punime dhe këta djemë të shkëlqyer që janë këtu vajtën dhe i blokuan, dhe këtu kanë filluar punime në fillim të janarit, kur leja e infrastrukturës nga bashkia ka delë në 30 janar. Një shkelje jashtëzakonisht e rëndë. Dhe kjo leja infrastrukturës nuk merr parasysh as një lloj prone, ku s'do t'ja di fare. Ne nuk njohim as një projekt, as mati, as gjë çka kanë bërë ata, i kanë bërë në fshehtësi plot. Dhe pika e parë e rëndësishme është nuk e kanë bërë konsultimin publik. Dhe në atë projekt thuhet që 300 litra do t'i marr, në atë shkres 300 litra do t'i marr projekti, 140 i merr zona, 11 litra i ka Tragjasi, në qik Tragjasi, sa për meze. Edhe llogarit 160 shtëpi Tragjasin. Unë kam pyetur, më thonë që janë 400-500 shtëpi, ku diun se janë. Edhe po të lejoj shteti këtu ndërtimet, që mos ashtu këtu mund vej 1000 shtëpi mbas 10 vjetësh, po themi. Po është tjetër gjë. Dhe e quan zonën turistike me 130 litra të radhimës. Dhe të gjitha bëjnë 430 litra. 267 litra i llogarisin ata që do rrjedh në lum. Dhe përcaktojnë rrjedhjen ekologjike, e kanë përcaktuar në 186 litra në sekond, dhe me ka ajo që spreket. Po t'i futesh llogarive në bazë të ligjit për basenet, neni 39 që thotë, rrjedhja ekologjike nuk mund t'jetë më e vogël se prurjet e qëndrueshme të matura gjatë 355 ditëve, që do të thotë shmangen vetëm 10 ditët më të thata në vit, dhe gjatë 355 ditëve duhet matur prurjet mesatare, i bie që rrjedhja ekologjike del të diku 400-500 litra ujë në sekond, jo 186. Do me thënë, qofse do e quajmë të mirë qënë, që janë 700 litra në sekond, prurjet minimale, atëhere ti nuk mund ta lësh vijën që vazhdon më pak se 400-500 litra. Do me thënë, do marrësh diku të 200-300 litra, të cilat mbas 10-20 vjetësh nuk kanë për ti mjaftuar as zonës turistike, as Tragjasit që po zhvillohet e ku diun e radhimës edhe zonës turistike. Po gjithë zona ka bum ndërtimesh këtej poshtë. Po pra, më thuaj ku do e marrin ujin ata. Dhe tani vim tek Green Coast dhe tek ato. Po tani ato janë çështje të zhvillimit ekonomik. Nuk janë çështjet tona, janë të, nuk po them oligarkëve, të biznesmenëve të fuqishëm që bëjnë investime. Edhe shteti është interesuar që ti mbështet. Po shteti të marrë gjithë ato burime ujore, të marrë Bistricën me koncesione dhe të mbaj gjithë rivjerën. Edhe pastaj me qenë se u bë dhe tunelit, kaloi ujë këtu se do duhet dhe këtu. Ta çoj edhe në ishullin e Sazanit. Të merret ujë nga ande i cilët tu se tu s'po ka. Ka dhe një alternativë tjetër.
ujësjellsi orikumit është me pus në vallë, i themi ne, mbrapa orikumit, andej. Merr 100 litra ujë në sekond dhe më ka thënë ai drejtori i ujësjellsit, një shoku im përgjegjësi, është ujë më i mirë nga të gjitha këto, se ne kemi edhe një problem tjetër, dhe ky është i ndotur ky ujë. Ky është i ndotur, ne pim ujë të ndotur sepse është fshati lart, e kupton? Po të gjitha është, domethënë fshati duke qenë lart e ndotet këtu ujë. Zgjidhja tjetër është që shko merre atje te ura e izvorit dhe këtë gjë ja thanë brëm. Ja thanë brëm atij zëvendësdrejtorit përgjithshëm. Edhe ai tha që nuk ka studim për atë. Po mirë mor ti shejtan, po ti kur bën studim e bëj me 2-3 variante studimin. Pse bën me një variant? Konkurrojnë 3 variantet edhe përcakton variantin që nuk i prek interesat e komunitetit. Po të marrësh vetëm gabimin që ata kanë bërë te prurjet ekologjike, edhe gabimin që nuk e kanë bërë konsultimin publik, ai projekt rrezohet dhe me gjykatë. Faleminderit.